Të nderuar shikues, mirëmbrëma, ja ku jemi dhe sot në Gjeopolitika e javës, në emisionin e 6, si çdo të shtunë në orën 19:30. Para se të fillojmë këtë rubrikë, ju kujtoj të gjithë atyre që ende nuk e kanë bërë subscribe kanalin tonë, të mos vonojnë me qëllim që të mos ju mungoj asnjë video jon pa e parë si notification. Njëkohësisht falenderojmë të gjithë sponsorat e emisionit ton, pa të cilat ky podcast do të ishte i vështirë të funksiononte. Të gjithë ata që duan mallra dhe shërbimet e këtyre sponsorave, këtyre bizneseve të cilat ne kemi përzgjedhur, mund të googlojnë në Google dhe të kërkojnë pikat e kontaktit për t'ju ofruar shërbimet dhe mallrat më cilësore që janë në treg. Mirë, po fillojmë me Gjeopolitikën e javës. Ka filluar një konflikt në lindjen e largme midis Kinës dhe Japonisë, rivalit të saj të përjetshëm, për shkak të sjelljes së Kinës agresive për të kontrolluar detin e Kinës jugore dhe sidomos për të marrë në kontroll ishullin e madh të Tajvanit. Kryeministra e Japonisë, Senai Takaichi, njoftoi me një deklaratë në emër të qeverisë së saj se në rast se Kina do të sulmonte Tajvanin, atëherë Japonia do të kundërpërgjigjej me forcë për ta mbrojtur Tajvanin. Japonia ka vendosur në një grup ishuj të vegjël që quhen archipelagu Senkaku, të cilat janë 170 km larg ishullit të Tajvanit në vijë ajrore, ka vendosur armë për t'u përgjigjur çdo lloj sjellje agresive ushtarake të Kinës në drejtim të ishullit që ajo e pretendon. Njëkohësisht nga Okinawa, Japonia mund të godas me avion dhe me raketa të gjitha anijet kineze luftarake të cilat do të tentojnë të sulmojnë Tajvanin. Kjo është një marrje fryme me lehtësuar për popullatën e Tajvanit, e cila kërkon të ruaj pavarësinë dhe independencën e saj. Vazhdojmë me lajme të tjera. Kaja Kallas, kryediplomatja e Bashkimit Evropian, është shprehur kundrejt 28 pikave të propozuara nga presidenti Trump se Rusia nuk mund të ishte fitimtare e plot gjatë vendosjes dhe krijimit të një marrëveshje paqe për luftën në Ukrainë. Putini dhe Rusia tha jo sigurisht që duhet të lëshojnë diçka për të marrë diçka tjetër. Një nga kërkesat që u shpreh Kaja Kallas ishte ulja e prezencës së numrit të ushtarakëve dhe të ushtrisë në zonat e pushtuara nga ana e Rusisë. Vladimir Putin ditën e njëjtë, pra para 2 ditësh, është përpjekur të marrë në mbrojtje Steve Witkoff, përfaqësuesin e Trumpit në bisedimet e paqes për çështjen e luftës në Ukrainë midis Shtetet e Bashkuara dhe Rusisë. Steve Witkoff është një personazh i rëndësishëm amerikan i cili vazhdimisht ka takuar Putinin për të rënë dakord në lidhje me pikat e propozuara të marrëveshjes së paqes dhe është një diplomat shëtitës, një mik i Trumpit, i besuar i tij gjuhësh, i cili së bashku me dhëndrin e Trumpit janë kryenegociatorët e paqes në Ukrainë. Putin ka thënë se Witkoff është shumë inteligjent dhe ai mbron pozicionin e vendit të vet në këto negociata dhe as pak pozicionin e Rusisë. Para pak ditësh, Bloomberg News botoi disa transkripte nga një bisedë që kishte bërë Witkoff me këshilltarin
për çështjet e sigurisë pranë Putinit, Yuri Ushakov, ku aty duke që neglizhoi interesi i Ukrainës në çështjet e marrëveshjes së paqes, por Putin e mori në mbrojtje pasi Uitkov u pozicionua në një pozitë delikate përballë perëndimit që mbron interesat e veta krah Ukrainës në luftën dhe konfliktin e përgjakshëm gati 3 vjeçar midis Rusisë dhe Ukrainës. Në shtypin amerikan, ditët e fundit ka dalë një lajm, është diskutuar se Trump gjatë bisedës me përfaqësuesin, me princin e kurorës të Arabisë Saudite një javë përpara, bin Salman është bezdisur nga kundërshtimi i tij për të rregulluar marrëdhëniet e Arabisë Saudite me Izraelin. Bin Salman i ka thënë presidentit Trump se kjo është një gjë e vështirë për publikun e Arabisë Saudite, për popullin e këtij shteti, pas ngjarjeve që kanë ndodhur në Palestinë me vrasjet e shumta të palestinezëve që kanë ndodhur gjatë konfliktit izraelito-palestinez, konfliktit të fundit të përgjakshëm. Bota është e përçarë në lidhje me klimën. Ka pasur 2 javë negociata të zjarrta në OKB për të reduktuar përdorimin e lëndëve fosile dhe për të kaluar në prodhimin e energjisë së pastër. Këtë pozicion vazhdon ta mbajnë në vendet e Bashkimit Evropian në biseda, por 200 vendet e ndryshme të botës që janë pranë OKB-s kanë pasur pozicione të ndryshme dhe është e vështirë që ato të shkëputen nga prodhimi i energjisë së hidrokarbureve. Bisedimet në fakt janë zhvendosur nga emetimet zero neto, pra që të mos ketë emetimet të dioksidit të karbonit, është zhvendosur tek taksat për emetimin e karbonit. Pra mund të vazhdoj aktiviteti për prodhimin e karbonit, por duhet të paguen taksa. Pra në këtë çështje kjo quhet financimi i klimës dhe është emri i lojës për ndërmjetësit global të cilët kërkojnë të përfitojnë nga këto taksa në takimin në Brazil të përvitshëm që quhet COP30. Një personazh i quajtur Adolf Hitler në shtetin e Namibis, i cili është një shtet në jug perëndim të kontinentit të Afrikës, është një shtet me 825.000 km2 dhe ka vetëm 3 milion banor, të cilët kanë të ardhura për frymë $12.000 në vit. Adolf Hitler unona, ka mbi emrin, pra emrin e ka Adolf Hitler, nuk është një mbështetës i ideve të naziste të Adolf Hitlerit, por është 59 vjeçar, por babai i tij ja ka vënë këtë emër duke patur para se të fillonte lufta, ndoshta jo pasi ka mbaruar lufta, se 59 vjeç i bie që është datëlindje 66, ndoshta. Pra kishte mbaruar lufta, por babai i tij ka pasur respekt për Hitlerin, ose nuk e ka ditur që ai desh të pushtonte gjithë botën, siç është shprehur kandidati që kërkon të rifitoj postin në zgjedhjet lokale në një komunë të madhe të Namibis në pjesën veriore të saj. Ky lajm ka qenë një lajm i çuditshëm nga prestigjozja Bild gjermane, e cila e ka dhënë për kuriozitet në lajmet e saj gjatë kësaj jave. Presidenti Trump e quan një guvernator të prapambetur, Tim
Walzin e Minnesotës, guvernatorin e Minnesotës, ku bandat somaleze të emigrantëve të palishëm kanë mbyllur duke kërcënuar me grabitje dhe përdhunime banorët e tjerë normal të këtij shteti. Trump premtoi që edhe këtu, pra në Minnesota, do të veproj rregulli dhe ligji që ai ka shpallur dhe për vendet e tjera për të dëbuar të gjithë emigrantët nga vendet e botës së tretë, të cilët janë nënshkruar nga autopeni i Joe Sleeper Biden, siç e quajnë presidenti Trump, dhe do të deportoj, thot ai, çdo shtetas tuaj që është barë publike, parë që merr ndihma sociale, dhe janë rreth 53 milion të regjistruar, sepse ka dhe më shumë emigrantë të palishëm, po 53 milion janë të regjistruar dhe shumica e tyre marrin ndihma sociale nga ata që kanë moton to make America great again. Dhe Trumpi nuk mund ta pranojë që këta që punojnë të fshihen në Minnesota dhe të kenë frikë nga somalezët, në kundër këtyre politikave të Trumpit dhe në mbështetje të qëndrimit të emigrantëve somalezë, ka dalë Ilhan Omar, një kongresmene e mbuluar me hijab në Shtetet e Bashkuara, është e mirë i njohur, dhe Trump në një postim të tij e quan gruaja më e keqe që ka Amerika, dhe që ndoshta dhe ajo ka hyrë si emigrante e palishme para se të fitonte dokumentat e saj si qytetare amerikane. Me këtë Trump kërkon ta kërcënojë që edhe mund ta dëbojë meqense ka hyrë si emigrante e palishme dhe të mos ja njohë dokumentin. Trump thotë se nuk mund të qëndrojë askush këtu përveç atyre që janë barë publike për financat e shtetit, paraqitin rrezik sigurie me aktivitetin e tyre, pra kanë aktivitet të palishëm kriminal, dhe që mund të jenë të papajtueshëm me qytetërimin perëndimor dhe me rregullat etike dhe të sjelljes dhe të paraqitjes së jashtme perëndimore. Mirë, vazhdojmë me një lajm tjetër. Në shtetin e Georgias ka rënë akuza ndaj presidentit Trump të ngritura qysh në fillim të vitit 2021 për shkak të denoncimit që presidenti Trump ju bëri zgjedhjeve, sidomos në disa shtete që vendosin fatin e zgjedhjeve në luftën e përjetshme mes demokratëve dhe republikanëve në Shtetet e Bashkuara, siç është shteti i Georgias, ku prokurorja fani dhe i dashuri i saj Nathan Wade ngritën një padi kundër Trumpit për mashtrim dhe shpifje me rrezik publik dhe shoqëror, duke përdorur të gjitha instrumentat e fuqisë të Partisë Demokratike dhe të Joe Bidenit për të mos lejuar që republikanët dhe ish kandidati për president, që presidenti Trump pra aktual në atë kohë pretendonte se u manipuluan zgjedhjet dhe u krijua një bindje e gjerë tek shumë njerëz që ato zgjedhje ishin të manipuluara dhe të padrejta. Dhe kjo akuzë në shtetin e Georgias ka rënë, por ka dhe disa akuza të tjera kundër presidentit Trump dhe republikanëve, të cilat presidenti Trump në një postim të vetin thotë se të gjitha do të zhduken si kala në rrerë që kanë ngritur demokratët. Këto pra ishin disa nga lajmet më kryesore të cilat ne i kishim përzgjedhur për këtë javë. Duke ju kujtuar dhe njëherë atyre që ende nuk e kanë bërë kanalin ton subscribe, është pa lek, pa kosto, vetëm ju shërben juve, pasi ju vjen një notification atje kur ju nuk e keni mendje, në thot e një postim ka ardhur nga Okult. Nga unë, Alfred Sako, ju uroj një fundjavë të këndshme, një të diel të këndshme, dhe miropafshim në emisionet tona të
javës tjetër që rifillojmë ditën e enë. Natën e mirë.